Referendumi iniciuar nga ana e kryeministres Giorgia Meloni për të miratuar ndryshimet kushtetuese që reformonin sistemin e drejtësisë ka dështuar. Shumica e mbi 27 milion italianëve që morën pjesë në këtë referendum i thanë jo ndryshimeve të miratuara nga qeveria Meloni. 46.3% votuan pro dhe 53.6% votuan kundër. Kjo disfat pritet të ndikojë negativisht për qeverinë e Melonit. Shumë kanë ngritur idenë se vendi duhet të shkojë në zgjedhje të parakoshme. Në deklaratën e parë që pas daljes së rezultatit, vetë Meloni u shpreh se respekton vendimin e popullit italian. Ne respektojmë vendimin e italianëve dhe do të ecim përpara, u shpreh ajo në një reagim të shkurtër. Nga ana tjetër, Matteo Renzi deklaroi se dështimi i referendumit nuk duhet kaloj pa pasoja. Renzi propozoi se kur humbet një referendum duhet japësh dorëheqjen. Gjyqja i theksoi se e ka bërë vetë më parë. Ai shtoi se duhet parë nëse Meloni do të ketë guxim të japë dorëheqjen. Ndërkohë, kreu i grupit FDI në dhomën e deputetëve, Deleazzo Bignami, duke komentuar rezultatin e referendumit, tha se nuk pret që të ketë ndikim në fatin e qeverisë. Opozita nga ana tjetër e ka quajtur fitore rrëzimin e referendumit. Nga ana tjetër, shumë magjistrat milanez u mblodhën në sallën e degës Milanos të shoqatës kombëtare të magjistratëve në katin e parë të Pallatit të Drejtësisë për të pritur rezultatin e referendumit mbi reformën në drejtësi të cilën e pritën me duar trokitje. Kujtojmë se në 2 ditët e votimit kanë marrë pjesë mbi 27 milion qytetar me të drejtë vote, ose rreth 59% e votuesve.